Të shkoj, të qëndroj, të shkoj, të qëndroj. Më dosh. Se kam atë dertë, ku ka më plasti, asë si ta vendos, si është më mirë. Jo që dua të ikë, po detyrohem. Çfarë të ardhme kanë të rinjt këtu? A janë të sigurt se do t'ja dalin të shkollohen e të krijojnë familje? E gjithë pasiguria politike, shoqërore, ekonomike, po e bëjnë gjithë një më të vështirë qëndrimin në vendlindje. Por prapa ta zgjedhin mos largohen. A është qëndrimi një akt guximi apo një shpresë se gjërat do të ndryshojnë? Për shumë të rinj përgjigjja nuk është e thjeshtë. Megjithatë ata vazhdojnë të investojnë tek vetja, tek komuniteti dhe tek e ardhmja që dëshirojnë ta ndërtojnë. Rinia nuk kërkon vetëm premtime për të ardhmen, por mundësi konkrete në të tashmen, sepse vendimet që merren sot për arsimin, punësimin dhe mirëqenien e tyre do të përcaktojnë jo vetëm fatin e një brezi, por edhe të ardhmen e gjithë shoqërisë. Unë jam Teuta. Ky është Troç. Për dilemat e të ardhmes dhe për atë se si ndjehen të rit në vendin tonë, a ka perspektivë ose jo, a të rinj të shkojnë, ashtu si ishte dhe në intro. E kam këtu Delvina Sediun, që është një shembull super për gjithë të rit. Delvin, mirë se ke ardhur, shumë kënaqësi. Faleminderit shumë Teuta, është kënaqësi e veçantë për me diskutu disa temat të cilat janë shumë aktuale dhe na mundojnë neve të rinjve, kështu që është nder të jem këtu me ty. Faleminderit shumë. Ajo e para që do ishte si hapje e bisedës është aja vlen që rinia të investohet në Maqedoni e Veriut. Po filloj me pyetjet vështira. Tregoj të drejtën nëse mendojmë atë, normalisht që përgjigjja më e lehtë do të ishte jo. Mirë po, kjo është e padrejta themi, për shkak që në anën tjetër nëse i mendojmë sistemet politike, nëse mendojmë ekonominë dhe gjitha gjërat që janë duke ndodhur në vendin tonë, atëherë definitivisht që jemi shumë të pasigurt për të ardhmen tonë këtu. Mirë po, unë fatmirësisht kom pas, do me thonë, mundësi shumë që të jem jashtë shtetit, të studioj, të punoj, të kem bashkëpunime të ndryshme, dhe një gjë që e kam vrejt është që gjithmonë rinia e Maqedonisë së Veriut është ashtu të gjithë njohin se sa kureshtar janë, sa të zoti jemi për aftësi dhe gatishmërinë për të ardhmen. Kështu që unë besoj që është edhe trendi tjetër ku ka ardhur sektori privat i cili i ndihmon të rinjve, jo sipas lidhjeve, po sipas aftësive dhe ju jep mundësi që të rriten dhe zhvillojnë në karrierën e tyre. Kështu që unë besoj që është mirë të shohim këtë anë dhe të rrimë të investojmë në vendin tonë. Shumë mirë. Pozitiv, optimist. Cili është problemi më i madh i rinisë? Bisedoni, ndani hallet, po edhe i jetoni, apo jo? Është ajo çështja kryesore të rri ose të shkoj, apo të largohem, apo të qëndroj? Cilat janë arsyet kryesore që i shtyn të rit, ndoshta me u largu ekonomia, sistemi? Rrethi ku jemi ne, do me thonë sidomos shoqëria jeme, shumicën e kohës nuk është më vetëm atëria të shkoj, por është kur do të shkoj. Do me thonë edhe kjo vjen si pasojë dhe rrjedh e mosbesimit, për shkak që ka shumë që thash sistemet politike, ekonomia, meritokracia, nepotizmi që ndodh, korrupsioni, gjitha këto të shtyn që ti ta humbësh shpresën në një farë mënyre që nuk shpërblehesh për atë që je ti. Edhe për atë rinia ma vetëm se donë të sheh një të ardhme më të mirë, jo që nuk e dojnë vendin e vetë, por nuk shohin të ardhme në vendin e tyre. E për atë Edhe është pyetja kur do shkoj, jo a do shkoj, a? Po, fatkeqësisht. Definitivisht, do me thonë shumicën e kohës kur flasësh me të rinj të gjithë këto, nuk ka ma, mbledhesh në kafe është, okej, kur do të shkoj, pas masterit, pas fakultetit. Gjithmonë është një plan i tillë, i jashtë shtetit, fatkeqësisht. Edhe pse një hulumtim interesant që ishte bërë për Ballkanin, për rinin, për Gen Z, tregonte se shumica po dojnë me qëndru. A ndoshta ajo është vetëm një deklaratë e dëshirës që po don, po mundet. Mundësia dhe dëshira janë dy sene ndryshme, se si që ka më parë, do me thonë, nuk është që ne nuk dojmë të rrim në vendin tonë, apo shoqëria jeme,
po është ajo pasiguria se çka do të ndodhe në të ardhmen, se si do të përparoj one, është humbja e shpresës. Po. Ekonomia mund të ndërtohet apo me njerëz dinjitos, me njerëz që janë ambiciozë dhe gjitha këto, po kur besimi humbet është shumë vështirë të kthehet. Unë besoj shumica e rinis, spaku në moshën e gjeneratën teme, e llogaris veten Gen Z prap. Aty je. Me mosh, po, në rrethin tim, ajo është përgjigja shumicën e kohës, për shkak që shkatësit më veç nuk vlerësohen. Apo prodhon sistemi ynë arsimor vetëm diploma, ose po prodhon një ekip dinjitos për tregun real? Kjo është pak e komplikuar të përgjigjemi, për shkak që në këtë pjesë dhe në këtë aspekt unë nuk do të fajsoja vetëm sistemin ton, por edhe vetë individet. Po t'i përgjigjem pyetjes, është jonë, mendoj më shumë po prodhon disa copa letre, apo ti themi diploma, e jo kompetenca reale, për kjo është sepse ne si shoqëri gjithmonë e kemi qëllimin të kemi një diplomë. Jo të marrim aftësitë, jo të mësojmë, jo të rritemi e të zhvillohemi si njerëz, mendojmë se diploma është fundi. Për mua ajo është vetëm fillimi. Pastaj vazhdon jeta reale, karriera, aftësitë të përparosh më shumë. Në fakt, po. Edhe unë besoj që ne trajtojmë universitetin si një shkollë fillore, për kjo nuk është ashtu më. Do me thonë ajo bje gjithçka tek ti duhet t'ulesh, ti duhet të mësosh, ti duhet të përparosh, ti duhet të dëgjosh, se kërkush nuk vjen ty me thonë hajde në ligjërata ngoje bën e këta, nuk është e detyrueshme. Po. Ato vetëm që të kalon e ta ketë diploma në fund, kështu që sado që është sistemi ndoshta mundet të ishte pak më rigoroz në mënyrën se si vlerëson, se si bëhen provimet e gjitha këto, po në këtë pjesë unë besoj që më shumë është tek ne individët, prej përvojës dhe eksperiencës personale, se çfarë kam parë në vitet e fundit. Që vetë marrin si një detyrim që ta marrin letrën, por jo mësimin dhe jo shkatësit apo aftësi që vinë aty. Në fakt ato do t'i duhet. Edhe unë besoj se gjithashtu kjo është pak që edhe të pranohemi në shoqëri, nuk e dia e ke vrejt këtë trendin të fundit, do me thonë, ti nuk je i pranueshëm nëse nuk ke fakultete, shkollë të lartë, do me thonë, po nëse ke, që si të themi më përpara, zanata ashtu, sikur je pak më poshtë dhe nuk je ngritur në atë mënyrë. A më ka dalë sikur ka fillu të ndryshohe kjo? Është një përqindje e vogël, mendojnë ashtu, por unë besoj që pra kur t'jene një rreth më të nalt, ajo është përfundimi prap. Pra këto janë nga përvojat personale, do me thonë dhe eksperienca që kam pas. Unë jam gjithmonë optimiste. Jo, normalisht. Unë nuk jam kur kundër asaj, për thjesht po them që besoj që nuk kemi shumë kompetenca më, është më shumë vetëm ta bëjmë, ta kryejmë. Ta kemi, ta themi që e kemi. Unë besoj që është vetëm fillimi, nuk është fundi asaj. Ashtu duhet ta trajtojmë më shumë atë pjesën e diplomës. E tash apo vlen që ajo letra? Apo vlen ajo letra, tash është krejt në varësisht, kështu që në çfarë sektori don të jesh ti, do me thonë publik apo privat, po në sektorin privat unë e kisha thonë që nuk është aq shumë më rëndësi sa që janë aftësit, gjuhët programore që i dinte, teknologjien e gjitha këto të tjera, normalisht që e marrim parasysh, po prap shkatësitë tua janë ato që të mbajnë në punë edhe të rrisin më tej. Mirë po në sektorin publik unë kisha thonë që krejt që ka vlen është njohjat dhe lidhjet e ndryshme që i ke me politikat, me persona që janë më lartë ty, kështu që sa vlen, jo atë shumë. Me background, me lidhje, se ndryshe mundesh me virë për suvenir. Mundesh mi pas, do me thonë, me krejt djeqe edhe krejt, në fund e sheti kanë që është, ndoshta dhe nuk ka shku as një ligjerata, e ka vendin e punës më të lartë se te. Apo ty edhe nuk pranohesh fare, në fakt se nuk mundesh të konkurosh me dikët që ka të njohur. Ashtu është, fatkeqësisht, edhe dëshpërimi vjen prej aty, definitivisht. Edhe prej shumë momenteve të këtilla të shëmtuara. Delvina, ne millennials një pjesë nuk po doken. Një pjesë po thonë që po plakemi mirë, kështu që okay. Kur ishim në moshën tuaj, ishim të ndam. Ato që studioshin edhe që e kishin qef shkollën edhe që e kishin atë perspektivën për të bo dikush, kishin qef me qëndru.
Edhe në fakt luftojshin për me qëndru, luftojshin që ta ndryshojnë venin, të tentojnë, të provojnë ta ndryshojnë, kur gjo s'banëm, veç e lodhën veten, e mytën veten të punu, edhe nuk ndryshoj kur gjo. E ta shte gjenerata juaj. E kam përshtypjen se rinia sot ma shumë është ma individualiste, po thot unë, ma shumë jo ne. Ka qef, nështë edhe qaq mundet, adhi me hik veç vetën prej problemit e jo të investohen në ko edhe mund edhe kështu me radhë në kolektive, në shtetin. Apo mendon që rinia do ishte ma mirë të kthehet në këtë aspekt të investoj ma shumë se sa të thot, hajtë ma mirë po iki e pelo krejt qa dole të bojnë. Në këtë aspekt duhet me të kundërshtu pak, për shkak që unë mendoj që rinia në fakt angazhohet shumë më shumë se më përpara, për shkak që kemi resurse, që po thu teknologjia, do me thonë ka përparu shumë më shumë, kemi mundësi edhe shohim se çfarë mundet të bëjmë, mirë po problemi është gënjimi. Për shkak që unë personalisht, prej 13 vjet jam vullnetare në organizata qeveritare, kam pa procese ndryshme, janë kohë në procese demokratike, mirë po rinia nuk merret parasysh. Ata mundohet të ndryshojnë, mundohet të jenë prezente në vende, po këto vende as nuk të japin, do me thonë, mundësi që ti të përparosh, nuk të japin do një ekonomi që ti të jesh stable në atë mënyrën, apo të bësh diçka me të ardhmen tënde, nuk të jap pas një farë përgjigje apo sigurie, e për ata unë mendoj që rinia zhgënjehet, nuk i beson më vendit, edhe dëshiron që këto aftësi të shkoj edhe ti kontribuoj diku ku do vlerësohet. Do të vlerësohet më shumë prej të tjerave. Kështu që unë besoj që ne jemi shumë aktiv, po deri në një nivel ku aty nuk shohim asnjë përparim, edhe ndalemi. Kjo është dallimi me neve. Thjesht e humbim shpresën. E kena humb edhe ne, po ishte pak pyetje kështu që të më kundërshtojsh. Po nga ana tjetër, pse mendon që institucioneve nuk ja unin për të rinjt edhe nuk tentojnë që ta rikthejnë besimin? Po, nëse institucioneve janë inë për të rinjt, thjesht themi është më lehtë në atë mënyrë. Sepse nëse e merr ti përgjegjësinë, atëherë duhet krijosh reforma, apo për të krijuar këto reforma duhesh edhe ti zgjedhësh problemet. Po ne nuk dojmë të zgjedhim këto probleme se na konvenon ashtu më shumë si shtet. Edhe për atë arsye ne zgjedhim që ikjen e të rinjve ta përdorim vetëm si statistik, po jo si problem. Atëherë e shohim që edhe brain drain në shtetin tonë po ndodh në mas të madhe. Shumë të madhe, shumë gjyna. Pasi i përmenëm këto që ja unin shumë për rinin, ja unin në perioda caktuara, sidomos kur ka zgjedhje, është një kategori shumë e përmendur në për mitingje, kështu fushata, apo jo, të rinë, do bëjmë kështu për të rinë, do bëjmë ashtu për të rinë. A mendon se ju përdorin vetëm si një vegël, si dekor? Për muhabet, për të pas qa me thonë, ose me vërtet ndoshta po planifikojnë një ndryshim në të ardhmen? Deri tash dëshmu? Do me thonë, deri tash mund të shohem, se si na kanë përdor, edhe thjesht përgjigja ime prej trekorit shihet që nuk jemi të përfshim në asnjë proces. Çfarë fshihet pas atyre fotografive, e din se sa forume, evente, le të themi fushata ka pas rinj që kanë dhënë rekomandime, kanë pas pyetje, kanë pas ide konkrete, të cilat me të vërtetë nëse ishin realizuar, atëherë do të kishte një ndryshim më të mirë. Po këtu problemi është tek zbatimi. Për shkak që të rinjt nuk e duan dëgjimin, po pedojmë zbatimin këtë rast. E ne përdoremi për fotografi se të rinjt janë të përfshirë. Në çka jemi të përfshirë në disa foto? Nuk kemi nevojë për ta. Askunde. Ajo është problemi i madh. Kështu që ti përgjigjem kësaj pyetjes, unë besoj që janë simbole dhe jo procese të vendimarrjes. Do me thonë në asnjë mënyrë nuk janë të përfshirë. Do kthehemi prapë te emigrimi, fatkeqësisht se aty është ajo tema kryesore mes të rinjve. Normalisht që ajo pengesa, një prej pengesave është edhe mundësia për të emigruar për shkak që dokumentacioni e kështu me radhë. Nëse ishin të gjitha pengesat, nëse të rinjt do të kishin rrugën hapur për të shku ku të dojnë në botë, sa mendon se do kishin qëndru? Tregoj drejtën, edhe ata në mënyrë shumë pozitive, po them 30%. Në bazë të rrjetit dhe shoqërisë që thash, në secilin bisedim nuk është që
ku ose qysh, po kur do të largohesh tash, kështu që 30% vetëm edhe atë kështu në mënyrë maksimumin pozitive, që optimiste, jam që ta thonë këto, nuk besoj që kishin qëndru më shumë. Qa tregon, qa flet kjo për vendin tonë? Tregon për pamundësi që ju ofron vendi jonë, tregon për masa që nuk i merr vendi jonë, edhe për reformat shumë të mëdha që duhet të bëhen në vend, që do me thonë të japin të rinjve një arsye për të qëndruar dhe jo vetëm një arsye për të kujtuar se cili është vendi jotë. Inteligenca artificiale është temë çdo e çdo episodi të troqit, sepse është temë çdo gjëje, apo jo momentalisht, po ndryshon me shpejtësi shumë të madhe edhe na ka bo që të ndalemi të shohim si spektator apo pak se për vete po e them, se me vërtet po zhvillohet edhe po përparon shumë shpejt, po ndryshon shumë shpejt. A mendon që këtu në Maqedoni të rinjt janë të gatshëm të përballojnë këtë ndryshim, po jo vetëm te ne, ndoshta edhe për të rinjt e botës në përgjithësi, mund të më dhënë mendimin. A e dini çka ju pret? Tregoj drejtën, për këtë mendoj që po përparon në gjitha vendet e botës me shpejtësi të madhe sa we cannot catch up, edhe nuk është aq lehtë që të merrem me këto, po të ndjekim rritjen e inteligjencës artificiale. Mirë po kur të vjen në Maqedoninë e Veriut, unë mendoj që nuk jemi aq shumë të përgatitur për shkak që le të themi në sistemet shkollore të ne, nuk është që ne merremi me pjesën e mendimit kritik apo të ushtrojmë këtë si gjëra, po thjesht teoretikisht edhe gjitha këto, kështu që unë besoj që shumë edukime duhet të ndodhin, shumë kurse të ndryshme për këtë, në mënyrë që edhe ne të ndjekim trendet botërore, mirë po të jemi kompetent edhe kur të vjemi do me thonë të përballemi me dikë krahas që e ka ata, po. Po sistemet arsimore, a e kanë mundësinë sipas teja, a mendon që mundën me përballu dhe me u përshtat tonat, sistemi arsimor i yni? Definitivisht jo. Nuk mendoj për shkak që ka edhe, tash nuk po them, po shumicën që i kam pa, le të themi prej kuadrit arsimor që japin mësim, me gjitha këto e shohin si një kërcënim dhe jo si një mjet për ta përdorur që të arrin më shumë. Unë tham që duhet edhe edukim në bazën e etikës se si të përdoret inteligjenca artificiale, mirë po kur ti e sheh atë si një armik, atëherë nuk e ki me inkuadru hiç në sistemin tonë, edhe unë besoj që duhet shumë edukim rreth kësaj. E ne nuk e kemi as në sisteme, po as një gjë tjetër që e përmendim këtë, kështu që si do ta përballojmë, kjo vjen vetëm te pjesa individuale nëse don ti që të ndjekësh trendet e të jesh gati me tregun botror. Sa mund ta ndryshoj si përmarrja të ardhmeve të rinjve kur përballen me burokraci, mungesë financimi dhe pasiguri ekonomike? Si përmarrja është një gjë do me thonë që me të vërtet mund të ndryshoj shumë gjëra, ne e dim që prej një ideje të një të riu mund të ndodhë ku me ditë se çfarë biznesi, po. Mirë po, unë mendoj që këtu duhet të jenë më të lehta procedurat se si të bëhet kjo, të ketë më shumë mbështetje në mënyrën që dështimi nuk do të thotë asnjë gjë, po do të thotë vetëm një proces i mësimit, edhe të rinj të inkurajohen që ta bëjnë atë. Mirë po, si përmarrja, sado që të ketë ndikim të madh, unë prap nuk besoj që do mund t'i përballet sistemit vetëm, do me thonë t'i del kundër sistemit dhe të ndryshoj gjithçka. Më shkak që ka shumë gjëra të tjera që duhet të rregullohen. A është korrupsioni një nga arsyet kryesore pse të rinjt ndjen se nuk ka të ardhme këtu, dhe si reflekton ai në jetën e juve të përditshme? Unë besoj që korrupsioni është një ndër arsyet kryesore, për shkak që kur ka korrupsion, do me thonë kjo vijon në politikë, në ekonomi, në ditë të përditshme, e ndjen atë, pasi që le të themi dikush që është kompetent për diçka që përmendëm më herët, për shkak të gjitha temat po lidhen, shkon dikush e korrupton dikë edhe nuk e ke më mundësinë e njëjtë si tjetri person, gjë që bën do me thonë ta humbësh shpresën, ta humbësh besimin. Unë besoj që është problemi bazë i çdo gjëje që folëm deri tash. Edhe për korrupsionin, unë mendoj që kjo ndodh në secilin vend të botës, mirë po tek ne është në një nivel shumë të lartë, pasi që e ke në institucione, e ke në shkolla, e ke në dyqan me shku. Po, edhe e kemi të institucionalizum. Bajsh. Ka të keqësi se bëqesh me ironi. Normalisht, që është në fakt shumë
e mërzitshme më folë për këta, po besoj që kjo vjen deri te ajo që njerëzit më mbesin pa shpresa, për shkak që e shet çdo kohë edhe nuk mendon që ti kime shku më përpara, kime bo diçka nëse nuk i ke mjetet e duhura, parat e duhura, njerëzit e duhur diko. Delvina, po duket pak si dëshpëruse biseda për të rinjt, por jo, apo jo, se ti në fakt je një ere shumë e suksesshme për mendimin tënd. Faleminderit. Fatkeqësisht unë desha vetëm çes dritë në këto probleme që i kemi në mënyrë që me shpresën që dikush mund të dëgjoj dhe të bëj reforma të ndryshme, për shkak që këto janë problemet, mirë po kjo nuk do të thotë që unë nuk i inkurajoj të rinë këtu edhe ne të ndryshojmë gjëra, si unë këtu që jam të nejtë. Nuk është që nuk jam e dëshpëruar me shumë kohë, mirë po prap ka arsye që ne të rrim këto. Dhe jo ta praktisim venin ton dhe të kontribuojmë dikun ku ndoshta edhe aftësitë tona që janë shumë të mëdha, siç e thash edhe më përpara, talenti jon çdo kun jemi shumë vend i vogël për flitet për neve, se sa jemi domethënë progresiv, sa kemi vullnet për të bërë gjëra, edhe unë besoj që këtu me dëshirën dhe vullnetin kryesor që e kemi ne, atëherë mund gjërat të përparojnë më shumë. Me patjetër, me vullnet më të madh, ndoshta edhe me një investim që të jetë gjenerata e fundit kjo që do vuaj. Presojmë. Gjithë këto. Faleminderit Delvina, të uroj gjithë mirat edhe shumë suksese në jetë. Faleminderit që më patët e ut, ishte kënaqësia jemja. Edhe faleminderit që diskuton këto tema që shpresoj që do të prekin publikun dhe do të kemi ndryshime në të ardhmen. Gjithashtu. Ky ishte Troç me Delvinën, i tham fjalët ashtu siç janë.